Ju faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemërt dhe urime të gjithëve kjo urë mbi lumin Dren që e lidh zonën e Hasit me rrugën Gjakov-Prizren. Egzofshi. Në fund të vitit 2023 është nënshkruar kontrata, në prill vitit 2024 kanë filluar punimet dhe falenderojmë operatorën ekonomik që i ka përfunduar gjithçka brenda një viti dhe ja ku jemi tash në prill të vitit 2025 po e lëshojmë në përdorim këtë urë, e cila e ka gjerësinë 10 metra, gjatësia gjithëmbarshme është rreth 134 metra. Kjo urë kaq shumë e vonuar më në fund u realizua dhe është lajm i mirë edhe për juve, edhe për të gjithë ata të cilët do të shkojnë e vinë në Rogov. Faleminderit ministrisë dhe të gjithë të tonë.